Shumë e këndshme, nuk është hera parë që e shoh dhe që isha po aq sa herën e parë. Më ka dhënë kujtime të Pallatit 176 që herën e parë që e kam parë. Për shembull Flori ka bërë punë të shkëlqyer, më vjen mirë për akademinë tuaj që keni ofruar rinin edhe bën gjëra të bukura. Shumë e bukur, shumë komike, shumë energjike, ja vlente. Shfaqja ishte shumë e bukur dhe e kam shijuar me sinqerisht dhe mbi të gjitha ishte një mesazh që mund të jepet edhe popullatës, edhe njerëzve të pranishme që ishin aty. Sukses e aktorëve në karrierën e mëtejshme. Ishte shumë e bukur. Kënaqësi e veçantë. Ju uroj suksese në vazhdimsi. Shumë suksese ju urojmë. Shfaqja më e bukur që kam parë ndonjëherë. Shumë suksese aktorëve dhe një mesazh shumë domethënës. Urime dhe suksese për shfaqjen. Arti ka nevojë për rini dhe për talentet e reja. Bravo Klea Huta Akademi. Shfaqja shumë e bukur. Faleminderit shumë. Shfaqja ishte super. Shumë e bukur. Shumë e lumtur që e pash të shfaqje sepse megjithëse ishte shumë e bukur. Na dha dhe shumë mesazhe shumë të forta për jetën dhe them që duhet ta shoh prapë. Shfaqja ishte mrekullueshme, shijuam maksimum. Super. Shumë bukur. Shfaqja ishte shumë e bukur, u kënaqur shumë. Kam qeshur pafund dhe aktorit ishin shumë të mirë.